Dje një ngjarje trish ka ndodhur në Ballç. Petritja Upaj, 63 vjeç, nga Ballçi, mësues i lëndës së biokimisë, i dha fund jetës duke pirë fotoksin. Dukej se çifti duheshin mjaft me njëri tjetrin, vdekja e gruas pak kohë më parë ka tronditur thellë shpirtin e mësuesit, i cili dedikonte vazhdimisht vargje dhe thënia saj. Në një postim në Facebook, Petritja Upaj shkruante: 7 marsi i parë pa ty Tasha, nuk ishe në shtëpi të bëheshe gati si më parë. Tani kjo festë nuk do të jetë më si 39 vitet e shkuara, kur ne festonim dhe uronim njëri tjetrin. Po 8 marsi Tasha do të jetë hera parë që vajzat tona nuk do të urojnë. Sa dhimbje na ka shkaktuar ikja jote, por ti do të jesh si flutur në zemrat tona. Shkruante mësues Petriti në statusin e tij.